Ministra e Brendshme Gordana Jankullovska më në fund komentoi mosbardhjen e shumicës së incidenteve ku viktima janë shqiptarët. Ajo nuk e mohoi dështimin e dikasterit që drejton për zbardhjen e incidenteve të rënda edhe pas 20 muajsh, por theksoi se angazhimi i policisë për zbardhjen e rasteve mbetet energjik, sikurse edhe ditën e parë të incidentit. Ka një numër incidentesh rreth të cilave ende punojmë, por ne nuk heqim dorë nga asnjë rast, derisa të nxjerrim autorët para drejtësisë. Përkushtimi ynë dhe energjia për zbardhjen e rasteve është e njëjtë si ditën e parë. Edhe përkundër incidenteve të njëpasnjëshme në rrugët e Shkupit dhe autobusët urban, ministra Jankullovska vlerëson se policia me sukses po kryen detyrën e saj dhe se masat e veçanta për parandalimin e incidenteve tashmë kanë filluar të japin fryte. Nuk pajtohem se masat e Ministrisë së Brendshme nuk japin frytet e saj. Përkundrazi, të gjitha masat dhe aktivitetet të cilët janë ndërmarrë tani më po japin rezultatet e tyre dhe mbi 150 persona janë sankcionuar për pjesëmarrjen në incidente. Jankullovska porositi mediat dhe opinionin publik, si dhe partitë politike opozitare që të përmbahen nga komentime jo adekuate incidenteve, sepse sipas saj, kjo mund të ketë efekt në gjenerimin e incidenteve të reja. Ndërkohë edhe këtë javë kanë vazhduar incidentet rrugëve të Shkupit në disa raste të ndara, duke rezultuar me lëndime të rënda për disa të rinj. Ndërta në gjendje më të rëndë është një 19 vjeçar nga Shkupi, i cili vazhdon të mbetet në komë si pasojë e lëndimeve në kokë.